Por mohimi i atyre vlerave, i asaj rezistence, i atij rebelimi, nuk është mirë të mohoz. Dhe vim këtë pikë që një histori që ne, bashkohësit, dëshmitarët, protagonistët, kemi qenë atë kohë, mohohet sot nga këto me dy gishta që fatkeqësisht ishin shërbim të regjimit, si sekretar partije, si spion sigurimit shtetit, si AGBV, qatë dush venja emri dhe i ke sot, dhe me të njëjtën mënyrë veprojnë sot. Dhe unë nuk du që të mere mo, dhe kjo është një handicap i madh, pikërisht vim ka ajo që ne nuk kemi bo ballafaqimin me të vërtetën. Dhe du të vi ka ajo që është e turpshme për shoqërinë sot, që mas 35 vjetës ne akoma merremi komunizëm, antikomunizëm e kuedi. Në një kohë du të bi këtu një historian famshëm italian, Alessandro Barbero, i cili është në fakt komunist. Por ky ka babaj dhe një xhaxhat pushkatuar si fashist. Nga. Dhe ky tha një fjalë bukur, nuk e di çka kishte një përvjetor italian, unë e pëlqej shumë, sepse tregon ka një narrativ shumë bukur për të treguar historinë e Italisë. Tha bolfa me këtë, tha fashizëm, unë kam, tha, babain, tha, o dhe xhaxhain pushkatuar si fashist. Domethënë sa erdhën, domethënë sa u qirua Italia, janë ato lamjet e hesabeve që ndodhin. Unë për vete u bëra komunista se më pëlqente komunizmi, tha se si ishte, tha. Por t'i lëm këto muhabete, tha, se u lodhëm, tha, nga kjo punë, tha. Mua më duket, tha, se kjo është e instrumentalizuar. Dhe kush e instrumentalizojnë? Janë ca oje që vazhdojnë e marrin para nga këto, jo po lufta kundër komunizmit, jo po dëngër. Dhe më bëri përshtypje prap një ish sekretari i Partisë Komuniste Italiane, i cili tha, lufta kundër komunizmit, tha, është e instrumentalizuar, tha, se kjo komunizmi ka mbaruar, tha, se mbaroi në Rusi, tha, po është, tha, thjesht një mënyrë për të përfituar para për të mbarë. Jam plotësisht dakord, Hila, dhe me këtë do të them që komunizmi ka vdekë si doktrinë. Por e vdiq aty ku u kriju? U kriju, si doktrinë politike, ekonomike, filozofike. Kjo nuk kthehet më komunizmi. A mund kthehet më feudalizmi? Ja. Ja. Maroj komunizmi, maroj etapën e vet. Tash do shohim çdo të ndodhi me kapitalizmin, se është në një pikpyetje të madhe vetë sistemi kapitalist sot. Masi ra komunizmi, është një pikpyetje të madhe. Dhe nëse do të ndjekim një fjalim të Gorbaçovit në vitin 90, ku thotë që ne do ta përmbysim, do më koha e pruni që ky sistem përmbyset, se e vërtoi koha, por nuk jemi të përgatit çfarë do të ndodhi. Dhe kjo krijoi, sepse sistemi kapitalist Europa perëndimore kishte ndërtuar murin e frykës së sistemit lindor komunist. Ra komunizmi u kriju vakum. Dhe ja ku jemi sot, a jemi sot në një krizë politike në perëndim dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ata janë të gjithë mendojnë që çfarë do ndodhi me ardhin e Trumpit. Po, jo, po do është krizë është vetë sistemi. Tash problemi është që ata që e mbajnë gjallë komunizmin janë pikërisht komunistët. Dhe të vim ky katoni jonë. Se e di si është, disha ngatrojnë njerëzit ngatrojnë emrin komunist, që ta vënë shumë kollaj, me metodat e komunizmit, me metodat autoritare, me këto i ngatrojnë. Sepse Saliu thot jam demokrat, po ka metodat e komunizmit. Po nëse ka njëri komunist sot Shqipni, jo Shqipni, po në Europën lindore mendojmë është Sali Berisha. Edhe si vepron, edhe si flet, edhe gjuhën e urrejtjes, edhe gjuhën destruktive, sepse nuk mund ndryshoj. Hila latinët thonë, një njeri ose një shoqëri që dali nga një gjendje ku ka qenë, nga një smundje, duhet aq vite sa i ka hyrë smundja që dali. Pra Saliu e dim gjithë historinë e tij se nuk është për ta bërë, po komunist. Po komunistët gjithaj që ka dale, njënën tjetër, mënyra si mendon, mënyra si ka operu, se në emisionin tim kisha ardha data, dhe diskutuam dhe këte që thotë e kam futur në Shqipëri NATO-n. Shqipëria NATO e ka fillu
si proces kjo 92-shin, ka qenë ai pakti Atlantikut, ka qenë edhe Zelenski do me fut Ukrainën në NATO, se pranoj një. Tashti problemi është që Berisha është ai që është dhe nuk mund ndryshoj. Si thonë Amerikanë një shprehje, hold horses cannot learn the new trick. Kali vjetër nuk mund mësoj marifete të reja, zakonet të reja. Ai nuk është, ashtu ai do vdesi. Problemi është i asaj pjesë të shoqërisë që ngelet peng i këtij njeriu dhe trumpetojnë demokracinë dhe trumpetojnë antikomunizmin. Edhe ka një diçka. Dhe këto po vinë edhe gjithmonë janë më pak, sepse nuk mundet, njerëzit sot kanë një telefon dorë dhe nuk mund t'i gënjesh më si në vitin 90 liri demokraci por dhe plakën e mulli. Pa. Okej. Mos i përplas durët, se do vi edhe unë te podcasti edhe do filloj të përplas durët. Përplas sa dush. Okej. Tashi, problemi është që unë mendoj që ajo çka i mungon sot me që jemi në media, ballafaqimi qoftë nga Partia Socialiste që ky dele flet gjithë ditën, unë kam futur Shqipërinë në NATO, unë kam liberalizuar vitet, jo më zotëri. Shqipëri NATO nuk e ke futi. Në të kundërt, ajo çka ti ke bërë, ti ke ndaluar proceset e involvimit Shqipërisë në NATO, në Europë, me atë që ke bo, me 97-ën, jo vetëm me 97-ën, po filloj me 96-ën, me masakrimin që i bërë zgjedhje, me gjitha, se s'du ta përmend më se është bërë me gjithmen bajat. Ai që s'do të kuptoj, mos kuptoj. Problemi është, përse Partia Socialiste nuk ka njerëz që ti thot këti të ballafaqohet me këtë. Zotëri, ti ke bërë këtë. Procesi integrimit, se e trajtova me zonjën Artadate, ka qenë ky, ka fillu këtu, në të kundërt. Me gjithë problemet, mizerjet, gabimet që ka Partia Socialiste gjatë udhëheqjes saj, kur ka ardhur puna për procesin e integrimit Shqipërisë në Europë apo NATO, Partia Socialiste ka lënë më një anë politikën e brendshme dhe ka thonë jemi dakord. Po jap një shembull. Ajo që i ndodhi Berishës para antarësimit NATO me Gërdecin, Partia Socialiste doli dhe tha që pavarësisht kësaj që ndodhi, ne duhet të vazhdojmë procesin e integrimit. Imagjinoni të kishte qenë Berisha në anën e kundërt, çfarë do të kishte bërë, siç i ka bërë për në Europë, për këtu që ka. Mirë, këtu a erdhën. Dhe sot kemi Berishën që dele bëhet me grekt, dele ky sovranisti masë, e kemi përsëritësh në jo, unë mendoj që shoqëria shqiptare, media, politika ka dy rrugë. O ta nel këtë njeri, ta gëzdoj këtë njeri një herë e mirë, ose kështu nuk mund të vazhdoj më. Shiko, ka një... Megjithëse ai është i gëzduar me vetë. Shiko, Demalia, thot një... Ky Matteo Renzi ishte kryeministri italisë dhe isha me Xi Jinpingun, ta, në një moment, ta, një darkë, ta. Edhe e kishte pyet, po ju, pse nuk i aplikoni të drejtat e njeriut sipas koncepteve tona perëndimore ato? I thot, po neve kështu kemi zgjidhur, neve jemi një kulturë lashtë që kemi mënyrën tonë se si. I tha, dëgjoj, tha, neve e dim ku do jemi mbas 30 vjetësh, i tha. Zimpingu. Atë i tha të si Trumpit, rriti tarifat se ne jemi të përgatit. Por demokracia juaj, tha, nuk e dim a do jetë kjo që është sot edhe mbas 30 vjetëve. Dhe faktikisht ardhja e Trumpit të tregoj. Jo vetëm ardhja e Trumpit, po edhe situata në Europë. Demokracitë perëndimore sot, shif Gjermani, shif Anglinë, sot po flet, a di çam duket më duket si ajo periudha e para luftës së dytë botërore, po kështu duket gjithë historia me Anglia, Franca që shtyn Gjermaninë duket në luftë. Jemi një situatë që nuk dim çfarë do ndodhi dhe amerikanët që midis dy luftrave u tërhoqën në Amerikë ishte izolacionizmi. Se komunizmin e sollëm ne? Na lanë peshqesh amerikanë me anglezët më? Hyn anglezët dhe amerikanët hyn të shiktojnë gjëra që dihen në fakte historike, arshivet, hyn i marr, u zbarkun, u ndan jashtë, i thanë largohuni se është zona jonë. A mund ndodhi prap kjo? Jemi në një situatë që nuk dim.
Jemi në situatë që nuk dim. Sa të përgatitur jemi ne si kom, çfarë bashkëpunimi kemi ne me Kosovën për mbrojtjen territoriale të kombit ton, mbrojtjen ushtarake, mbrojtjen territoriale. Mysibet jemi. Fqinjtë tanë janë përgatit? Po, janë përgatit. Gjithmonë duhet marrë skenari më i keq. Ç'do të ndodhi? Sa të përgatitur jemi ne për këtë situatë, kur ne nuk dim të bashkëpunojmë si komb.